duhet kuptohet çfarë përfaqëson ky roli juaj në mbështetje të sportit në Kosovë apo në Shqipëri. Ky është një mandat 4 vjeçar apo jo, dhe po themi cilët janë objektivat që ju synoni të arrini. Nëse arrin do të më thuash në 2 minuta do i bëj nder edhe mamit edhe babit. Okej. Atëherë, padyshim që mbajtja e një pozicioni të tillë do t'i ndihmojë edhe Kosovës edhe Shqipërisë që të ndjekin më shumë seminare të ndryshme dhe për antidoping, seminare për teknikat e fundit të peshngritjes, treningje të ndryshme të atletë më të mirë që ka Kosova dhe Shqipëria, së bashku me ekspertët më të mëdhenj të Federatës Evropiane. Ne, si Federatë Evropiane, jemi zgjuar që të bëjmë edhe kampinje të përbashkëta edhe në 5 kontinente të tjera në nivel global, dhe ekspertët më të mirë do të vinë dhe të ligjerojnë në këto. Padyshim që edhe Kosova dhe Shqipëria do të përfitojnë nga këto kambigje, e pse jo Shqipëria sidomos ka dëshmuar të dinë të organizojë edhe kampionate shumë të suksesshme evropiane dhe botnore, dhe padyshim që besoj që do të mund të ndihmojë edhe në këtë drejtim. Kosova ka organizuar një kampionat evropian shumë të suksesshëm, ka qenë në 17, që ishte kampionati i parë evropian për të ri i një sporti olimpik, dhe për çdo gjë tjetër që ka nevojë, sot Kosova, Shqipëria, rajoni, mirë po edhe shtetet tjera, për shkak se unë tash nuk jam president vetëm i Kosovës apo e rajonit, po jam presidenti i gjithë Evropës. Fokusi do të jetë që të rritën kuotat për lojra olimpike në 2028, po ashtu edhe në vitin 2032, për shkak se për momentin i kemi 5+5 dhe me total 120 sportista, në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Evropian dhe Komitetin Olimpik Botnor, do të shqyrtojnë që përmes negociatave të ndryshme që t'i arrisim këto kuota.